Takimi i Selinës me të ëmën, një moment që s'harrohet kurrë me një botë ku gjithçka lëviz shpejt dhe emocionet shpesh mbeten të pathëna, ka disa momente që ndalojnë kohën. I tillë ishte takimi i Selina me të ëmën e saj, një përqafim që mbante brenda mallin, krenarinë dhe dashurinë e pakushtëzuar që vetëm një nën mund ta japë. Që në çastin kur u pan, gjithçka ndryshoi. Sytë e Selinës u mbushën me lodh, jo nga dobësia, por nga forca e ndjenjave që kishte mbajtur brenda për kaq gjallë. Nëna e saj, me një buzëqeshje plot dashuri dhe sy që shkëlqenin krenari, i tha fjalët që çdo fëmijë dëshiron t'i dëgjoj. Bravo, ke lut me ngjyra ti e ajo vajza e fortë je vajza që na bën krenar. Këto nuk ishin thjesht fjalë. Ishin një vul dashurie, një miratim i thellë për gjithçka që Selina kishte kaluar. Sepse rrugëtimi i saj nuk ka qenë i lehtë. Ajo ka treguar forcë, karakter dhe një shpirt që nuk dorëzohet lehtë. Dhe pikërisht kjo është ajo që e bën të veçantë. Në atë moment nuk kishte kamera, nuk kishte publik, kishte vetëm një nën dhe një bijë që ribashkoheshin në një përqafim që vlente më shumë se çdo fjalë. Nëna i tregoi se ishte mirë, madje më mirë se kurrë. Jam aq mirë sa s'ke idenë, një mënyrë për t'i hequr çdo merak nga zemra e vajzës së saj. Por emocionet nuk mbëruan aty. Në sfond, si një premtim për të ardhmen, erdhen edhe fjalët e babait, një premtim i madh, i bukur, plot jetë, një dasmë në Londër. Jo një dasmë e zakonshme, por një festë që vdotun vendin me muzikë, me valle dhe me atë energjinë që vetëm familjet e bashkuara din ta krijojnë. Një moment që do të jetë jo vetëm festë dashurie, por edhe një shpërblim për gjithë sakrificat, për gjithë lotët dhe për gjithë betejat e fituara. Selina nuk është më thjesht një vajzë që po kalon një eksperiencë. Ajo është kthyer në simbol force për shumë të rinj që e ndjekin. Një vajzë që nuk u dorëzua, që qëndroi e fortë dhe që sot dëgjon nga njerëzit më të rëndësishëm të jetës së saj fjalët më të bukura. Ky takim ishte më shumë se një skenë televizive. Ishte një kujtesë për të gjithë nese, në fund të ditës, ajo që ka më shumë rëndësi është familja. Janë ata njerëz që të qëndrojnë pranë, që të mbështesin edhe kur bota duket kundër teje. Dhe në atë përqafim me Selinës dhe nënës së saj, u tha gjithçka pa pasur nevojë për shumë fjalë, dashuri, krenari, forcë dhe shpresë. Sepse në fund një vajzë e fortë lind nga një nën edhe më e fortë.